si përfundim, i ketë kësa intervista për brenda pati edhe copa rrëfimi nga historia e persekutimit e burgjeve pjesë, por në ndonjë emision tjetër do ta bëjmë vetëm rrëfim intervistën. Burgu, shokët e burgut, paqja, rrugtimi në ish Jugosllavi, në burgje dhe në rrethonat e okupimit që ka vazhdu dhe pastaj pas shtrimit të Kosovës nga 99 akti, si ka vazhdu rrugtimi. Do ta bëjmë një emision të dedikuar zoti Gjata për të punë. Dhe si përfundim, po del që në Kosovë ka përpjekje për ta ushqyer narracionin, tregimin e asaj urrëtie kulturore që ka ekzistuar që në kohën e Jugosllavisë, në ato ndarje shoqërore që kanë ekzistuar në komunitet që ka pas simpati, ka jetu me privilegjet e Titos, dhe në pjesën tjetër dërmuese që nuk ka jetu me ato privilegje. Unë do njerëz që kanë qenë, për shembull. Nuk është lehtë për shembull për marrë me pa qenë unë inspektor i lartë i sigurimit shtetëror, edhe mi marrë kolegët e mi në pyetjen hetime që më ka dashur për shembull me sha, me fy, me ra, që na i kemi përjetu ato gjona në prej burgje në gjatë hetime, se unë kom pas edhe kolegë për shembull që ka punu në gjimnaz me mua, që ka punu pasaj ka kaluar në sigurim gjatë qasaj kohë, edhe ma shumë ka kaluar, edhe kam punu pej frikës ose aty në qështje, por na jemi mundu me të kalu këtë qështje, edhe ata vazhdimisht e kanë një dozë që do të krijohet një shoqëri edhe një pushtet edhe një qeveri prej njerëzve kryesisht që kanë qenë të ndjekun familjet e tyre një afat gjatë prej ballit kombëtar, prej para luftës dytë botërore dhe kënej, e ardhe atyne, është rrezik që pastaj hyhet e hulumtohen e zbulohen dosjet e krejt edhe na pastaj, ata tash janë të interesuar me mujt me zgjatë që është anarki. Sa ma gjatë, mos më nga ajo që po thoni, ky lloj njerëzve ka çu kryq. E dash. Po konsumon privilegje. Po përhap gjuhë të urrëties. Edhe krahinore, kulturore. Ndaj atyre që kryen ngritën në Jugosllavi dhe në kohë të luftës në Kosovë. Edhe e kanë gjetë shumë të përshtatshëm Albin Kurtin. Është kështu apo jo? Po, edhe e kanë gjetë shumë të përshtatshëm Albin Kurtin. Po. Dhe tash që ky pse e them të përshtatshëm? Sepse ky ka qenë afër Adem Demoqi. Edhe na lopi që nuk përdu me kontestu Adem Demoqi në kuptimin si adatar, revolucionar, diplomat, politikan, tremi, gëtëmsh me krejt. Po më nalë me këshy politikisht, për ma shamë. Një lopi, për shkak të Adem Demoqit, s'kemi mujt me nëzirë një lider të ri, me qit edhe me formuj parti politike. A qashtu? Lopi s'ka pas edhe sekretar një parti politike që garan, ose kish mujt me garue në zgjedhjet. Gjithështë Lapi, Adem Demoqi ka qenë referencë e idealizmit Adem Demoqi. Normalisht, po Adem Demoqi nuk ka qenë shumë interesu në kuptimin se Adem Demoqi ka vepru që shto që na hajde të vesh me rëndësijës Kosovë. Nuk e ka pas merak pushtetin. A edhe se ka pas merak pushtetin. E ndëgjët dash, Albin Kurti kur u presh edhe me Adem Demoqin. Fëdëndi. Me njëherë dhe një pjesë ju bashkan gjithë, edhe më psetën që ishpe më shtesin me të madhe për shemë nëse. Ju po shini si ishi burgosur politik, që po shini atë losë që juve ju ka përsekutu, që kanë që jenë bashkëpunim me qeverinë sot. Po dhe. Sepse ju vendoset i falni. Po. Jo, na kemi marrë vendim kërë i më dolë për burgu. As mësë me tregu, as me bashkëpunu, as me folë, me kemi pas një farë atje, një farë regullë e kemi pas. Dhe këta u trimnun, thu? Jo, këta u trimnun, që se trimnun. U trimnun se thanë, ju një tash, atjen që fillon, ju s'deni, ju s'keni nësi, s'keni kërgjë. Edhe, deri të kje që kjerë. E dy dash, diaspora, dhe diaspora ndohen 3 pjesë. Diaspora e punëtorit vjetër që kanë punu. Sezonal, po. Edhe para, po. Po i vite 70. Po, edhe që i kanë punu shumë edhe kanë kriju kapital, se ata kanë punu edhe kanë qenë të orënët mirë në kohë. Kemi pastaj diasporën, që është dalë për vite 90, që kanë ikë për Serbisë. Nga koha ushtrisë, po. Edhe kemi diasporën pas luftës.
tash, vota që i merë qeveria Albin Kurtit, kryesisht i merë votat prej jo njerëzve që kanë kriju atje stabilitet, jo njerëzve që kanë kriju kapital, jo njerëzve që kanë kriju pasuri. Po i merë për njerëzve të cilët nuk kanë asgjë, edhe janë miftjash për me ardhë, me marë, edhe me mështet Albin Kurti me marë 100 euro. Ata janë metë, në për logore janë metë, në për rrugë kjo nuk është argumenti vetëm, edhe opozita pushoj në gjumë gati për 6 vite. Jo, opozita, edhe jarë për dhëmë, opozita... Nuk akuzohet populli se mbana qëndrim politik. Jo, opozita i ka fojë, se kërku se ka nimu Albin Kurti ma shumë se Ramos Haradini. As kërku se ka ndimu ma shumë se sa Jakub Krasniqi, se sa Fatmir Lima. Mirë për tash për ju kështanë. E ndihmun, po tash i qenë bërgë. Ne dim shumë mirë këtë punë. Protesta dhe demonstrata që ka qenë me 28 nëntor, edhe probleme që i nkruan ku vend, ndaj Partisë Demokratike, ndaj shtabit që kësë kanë qujtë edhe që qujtë, tërmetin ose Shtymjen e madhe. Shtymjen ose shkatrimin madhe kanë bo. Ramos Haradini e ka bo Fatmir Lima, e ka bo Jakub Krasniqi, e ka bo Recep Selimi, edhe disa njerëz të cilin i shku me to. Që kjo është problemi. Për që da, tash, edhe të pëtham, edhe shokët e mi të burgut. Grushtin më të madhe ja kanë dhonë, ushtrisë lirëmtarë të Kosovës, që kanë punu me njerë pas lufte, kanë pas pushtete. Hydetë, se jeni për shramë më rrimën broha dhe gjitha ta njerë që jenë konë si strukturë, edhe kësë Sami Kurteshi, edhe për shramë kësë Salatin Novosel dhe... Shpendim ke për Sami Kurteshi me qenë so figurë metatizuar, u bëk shëlltari... Sami Kurteshi është një personalitet që s'ka kontrol të mjaftueshme, ka disa burqe dhe që unë janë di disa hile, po... Me gjitha të u ja këmë thonë tërë që ja këmë shkru një letër, i këmë thonë, ki kujdes, na shumë diju jëmë këmë burg edhe me Sami Kurteshi. Në i herë, do të flasmi në detaje me rrëfim do të flasim, po. Ti qelim letrat. Unë jam për t'ja bërë një veting asaj periude, nëse mund ta them, veting televiziv, jo veting shtetëror. Veting se ne jem të përgatitur një libër për barikadat e shqiptarëve, jo vetëm të burgosin politik, po që jem bon shtatë kodën, shtatë në përgjitha burgjet, ati ku marrë shënimit i ku mbledh. Nuk jem të nejt, po... Shumë kush deli lagun, thu, nga kjo punë, me behane. Ata që, po, shumë kush mund të dali lagun, që i na mësuar të i shohim edhe si patriot në televizion, ndoshta. Se të që me në. Adi kush mund në rranë me mua. Mu më rranë veç aj njeri, ose më gënjen, veç aj që i besaj. Se askush njeri që si besaj së mund me më gënjë. Po është edhe problemi, unë kom besu dhe besaj hale. Me rezerve, ma shambë me ty. Unë të shambë të marë, besaj. Po besaj atë sa du me besu. Po nëse dal nga dal, se besimi që bëjnë e tash me ty, ose me shok të mi, ose me njerëz dhe qytetarë që eskom pasas vërmëtari, është një besim që kemi nevoj, jo une, po që ka nevoj Kosova. Protestat po ishe zgjidhje unë i kumë pomërë, i kumë thirë popullet, i kumë thonë, unë e do t'ju prish protesta veç a jeni të gashëm, hajde dhe të realizojmë. Nuk po shqini që kuvendit do të formohet, nuk po shqini që Kurti është i gashëm për pushtet. Dhe gjëmë, kuvendi zgjedhjet janë vetë bohën dalën shpallën zgjedhjet për mos më zgjidh pushteti. Shpallën zgjedhjet për me vazhdue mas funksionimi shtetit. Unë nuk di qka duhet me bon tash qytetarët për vot për me zgjidh shtetin. Ata kanë votu, edhe kanë votu me 50%. Ka mundësi me sy mshel me kryu institucionet. Albin Kurti me sjelle që është të bo, është kondra aty në 50% votave. Albin Kurti, unë e më i thëmë këtu edhe kom që kësha pas dëshirë me konë me dalë edhe në debat me tonë që është interesant. Pra, votuesit e Albin Kurti nuk pedin, edhe nuk jenë duke kuptu, ose pja u pështjellë. Albin Kurti nuk është interesu me marë shumë vota.
Po? A është interesu me marrë ma pak vota, me mujtë me hi në koalicion me një parti politike. Edhe mi mbulua ato lëshime që ka e mbo, që mos me metë vetëm Albin Kurti, se tash për vetë vendosim kërkush nuk ja akuzon për gabimet e lëshimit edhe për ligjen aty e sobe. Krejt, çdo gjë që ka bëhet në politikën në Kosovë, ose politikën që 6 vite që është bo, kur kus ka drejt me akuzu të tjerët, as ministra, as ata. Ata janë që papagaj, janë ndryt pullën, se kur janë ndryt radjes edhe janë isë me folë. Problemi është të gjithas, të gjithë, kopi në qmëj. Qysi në qmëj mëre, qysi në qmëj unë, jo, po në qmëj se jo maj malë Albin Kurti, në qofë se kanë qytetarët dhe ja u thëmë tresh. Unë jam maj madhe se glau konjuhtë. Si qytetarë, si njeri për punë, për vembreri, për që e kontare pa dëtare. Po i akuzon që ndoqen kursin dhe veprimet që bën në përmasa të tradhtisht shtetërore. Unë edhe herë jem të thonë, pavarësisht pesoj, Albin Kurti për mua edhe Glau Konjusa për mua dhe për shembull, dhe Hydajet Hyseni dhe të gjithë këta që kanë vrapuar pas pushtetit, këta janë krenë ma të vëngëlsone. U ata kanë punu ma shumë. Po unë shështë e mendoj, se linë vidja pse. Hej, pushteti ka nevoj për opozit mirëfelt, pushteti ka nevoj për kundërshtar kritik mirëfelt. Edhe qeveria Albin Kurti dhe qeveria Kosovës ka nevoj mja bërë ras kërkush. Se s'ka pushtet, edhe Trumpi së të bën gabime vazhdimisht atje, po e kritikojnë e sulmojnë, edhe se lonë heqa ke vrejt. Tu e kritikuë, tu e sulmuë, e vihet realiteti. Njerëzin Kosovë po menojnë kështu. Mës falë se Albini edhe u kry punë, po e mëtë Albinin. Albini nuk është e ditë, edhe s'po ka kështu që a thetë, po unë jam i besoj në diçka krejt tjetër, që edhe me konën e këshilltari tinë edhe krejt, a i s'munët më këthyë se... Ishe bërë këshilltar? Jo, edhe me paqen këshilltarë. Po, në situatë hipotetike, po. Po, hipotetike, ose me konë që to. Edhe nëse ja thëmë që to që ja thëmë edhe krejt, a i s'munët mi marë të të mijën, po sepse i ka tira që s'ka qare pa i marë. Me përmasat të tradhtisë, po, shtetërore. Jo, s'peqenjë tradhti. Me ligjin për kolonizim e këto. Ka ronë që të pëzite sa që s'mund të kthehet mrapa. Ka hy në bërç tu? Po ka hy në bërç, ka bërqe. E do bërqe a edin kuj ka. Qa do bërqe mu kanë afru për me hy edhe muë. Po si këmë hongër ato lojna. Nga kushtu kanë afru? Nga pushteti, nga gjykate, nga hetimet, nga inspektorët, nga burgu, nga... Kur? Për që në kohë po fletë? Po gjatë pejtës dhe nishit. Po pejtës dhe nishit. Po s'ka njeri që hinë burg, a përdin që ka pak një rrallë... Kam përvu edhe në burg për të rekrutu, thu, UDB-ja. Po që po me nëndi. Apo da me shku bishpije, bëni një kërkes, hajde, ne, asë, ti kreja mundësit e të sobe. Teknikat e... Po, do lojnat e tyne që bohën, ata që janë label, e hana ka rem. Kur të hangsh, hinë loj, mos më në më këthyje dhe me dosh. Vetësh me vull, po, me peqat. Jo me vull, po s'më në më këthyje. Por që ta kanë thonë plesht, po kanë thonë edhe njerët dhe menqë. Mos e hani luk gjellë prishën se tani vjedhë ton jetën. Të në Kosovë, ka ndohë edhe po ndohë. Që hajtë ho pak që të kërkoj, veç të realizojnë qëllëm. E hanë edhe realizojnë, po tani mos më në me këthyë kur, edhe hej, s'mun është më shtyje me njerës, edhe me ata që e kam për në me. Profesor Gjada, të falenderoj shumë për këtë kohën, për pikpamjet që ndave në politika dhe jo vetëm politike, mbi aktualitetin e tashëm, edhe atë historik me atë përpalljet tonën me regjimin Serbo-Jugoslav në rrethanat e kohës, mi ke dilemat që shfaqe, ato që arritet i shfaqesh edhe për ish shokët e burgut, për mënyrën se si ka lëvizur politikisht Kosova, nga ajo kohë e tutje, na ka mbetur natyrisht një emision tjetër, profesor Gjata ta bëjmë të kritikuar po. Po edhe herë për thëmë që dhe një fjallë, ma që i vjem para qytetarëve, kërkoj nga të gjithë qytetarët, që të votojnë. Por në momentin kër votojnë, me njëherë automatikisht kërkojnë përgjegjësi prej liderëve apo njerëzve që i kanë votu, edhe me dalë para opinionit, edhe me thonë të vërtetë. Albin Kurti, edhe ata liderët e më hershëm, hale asnjëri
nuk e ka thonë mbi 30% të vërtetën. Sepse në diplomaci, në politik, përkundër takime që bëhen në 4 sy, 6 sy, me takimet më shefta, ata hale pa dalë për etu, dalin me një marrëveshje çka kemi edhe në opinionit. Por në Kosovë diçka krejt tjetër. Kosovë nuk vjen ai ligj, i kuptimin e saj që duhet më marrë na vesh, çka me fol për opinionin, edhe më janë fshef popullit të Kosovës të vërtetën. Çka është e vërteta? Dhe e vërteta është që liderët do të më thonë kështu. Edhe Albinin i kisha besu dhe i besoj, po tash po kthehena në aspektin human njerëzor. Duhet me thonë edhe me dalë me tregu, që s'kam dorë kurrë. Pra, Albin Kurdi, krejt të çka është i bo. është i bo Me kompenzu kë? Mungesën e fuqisë të pushtetit? Se s'ka pushtet në Kosovë. Kush vendos për miliona më? O për miliona... Qindra miliona, miliarda. Kush vendos? Që unë të kalzë, jem një shpi e njërit. I zëti shpi s'ka vendor kur gjë vendor, atëherë çka bëhet, kush mundet me marrë milionat i merë. Tash, për mi marrë milionat i merë, që këtë që pasirët dhe pirran qytetarët, po den ti se jem të punuar. Për çfarë pushteti po flet? S'ka ndor kur gjë. Po në Kosovë, Kosovë nuk ka mundësi se për shembull, ka gënye që blejan ma tem për ushtrinë. Gënjeshtë. Ka gënye që e kemi shtin kontroll verjen e Kosovës, gënjeshtë. Ai se ka në kontroll e Graçanicën. Për shembull. Ka gënye që nuk do të him bisedime për shembull me qeverinë e Serbisë dhe pa i gjetë këthyrin, pa i për këto, pa i këto. Ka gënye që unë e sit verë nuk ka mallë të Serbisë të Kosovë. Ka gënye për shembull që do të bëhet bashkimi kombëtar. Ka gënye për shembull që se pranoj këtë flamur është pranuar. Domethënë tani ato çka i ka thonë që kanë edhe qenë dëmshme për Kosovën, tash është kritika pranuar dhe kritika. Nga u tregimin e vërtet se kush është Kosova, politikës, sot cilat janë rrethona mbi cilat zhvillohet raporti bilateral dhe multilateral i shtetit me vende tjera. Ky është ja bo sikur një djalë jam, për shembull, është një film privat kur e vesin dikush se çka jetë thotë jo menaxher. Po ti menaxher, po menaxheri je ti. Ti si shaparet me sy kur. Si firma është e jotja. Kjo është e jotja. E çish po thon menaxher, thuaj jam rroktar. Shërtuar argat edhe kur ju manena. Nuk është krenario me kompuntor dhe argat. Apo duket që po i pëlqen Kurtit të shihet me shumë turproja, të shihet i pushtetshëm, se nuk i kishte merak sa ishte në opozitë. Po dikur si ka pas merak, po Fregacaku kur ti i rrin njerëz përpara mirë, po tregoj ku vendi dje. Apo den te sa ishin ata turprojat e tina gatshëm për me bë diçka. Ata janë maklin sa se kë. Kush? Turprojat. Ja, në pjesë e policisë, njësi elitare policisë. Po qa dënë legjen? Ja. Jo, dëgjom. Dim pse në atë legj. Ta kryjm punën e vetë bazuar në legj. Ka ta kryjm punën e vetë që në bazuar legj. Po nuk ka në Kosovë të bazuar legj kur gjao. Asë një ministrisë bazuar në legj. Policia është ndarë, ka veprimet e veta të ndarë. Policia është ndarë, edhe është në një pozitë shumë më të keqe që ka qenë. Unë nuk mundet unë me kontrolloje. Ai veç pak në kryen poshtë. Se moj mëre, kur e shesh që po bën gabim, mas gabimi. Ai kryen punën shtetërore. Ani u po, e prejon atë se punë shtetërore janë punë shtetërore për do të më dalë. Ai është në politikë, është në mandat, policia është profesionale aty. Po, veç mos u abet. Po thon Kurta, po i pëlqen modok i rrethuar, se nuk i pëlqen të më po. Televiz me një lokomotiv gjipa shekshëm. Po, vetë tesnit Kurti tregon veden që kur e qet ato gjyksin për. Kur po ec kështu si po do. Si mas mendimin të veç po krekos sikur ai çoroni, bibani, veden ti. Po. Se si ka ranë më krekos. Ai duhet me pas kryet gjithmonë ulën. Po e quan çoran. Shpesh çoran, po, i përngon. Gjeldedi. Gjeldedi pithu. Po.